Ambasadori Amerikan në Tiranë, Donald Lu, nuk rresht përpjekjet e tij për miratimin e reformës në drejtësi, por i zhgënjur nga politika ai ka zgjedhur t'i drejtojë të brezit të ri. Lu shpjegon se u drejtoi të rinjve pasi ana më e mirë e punës së tij në Shqipëri, siç thot ai, është puna me studentë të zgjuar, ndërsa më e keqja të përjetuarit e politikës shqiptare nga afër. Në mesazhin online në websajtin e ambasadës amerikane, Donald Lu tregon zhgënjimin e tij nga politika, ndërsa shpreh mjaft kritik ndaj liderit të opozitës Lulzim Basha. Çdo fëmijë do t'ju thoshte se të dy palët duhet të mos ofendojnë njëri tjetrin dhe të mos përdorin më epitete fyese ndaj njëri tjetrit. Duhet të ulen si të rritur dhe t'i zgjidhin çështjet përmes kompromisit. Është e vërtetë që zoti Rama dhe zoti Basha u përpoqën ta bënin këtë më 6 qershor. Ata dështuan arritjen e një marrëveshjeje. 3 herë që prej 4 majit, SBA e BE kanë ofruar propozime të arsyeshme kompromisi. Majoranca i ka pranuar këto propozime. Zoti Basha ka gjetur gjithmonë diçka për të refuzuar. Donald Lu nuk kursen dhe një tjetër apel për politikën, ndërsa hezitimin për kompromis e sheh tek frika e saj ndaj reformës në drejtësi. Ndoshta udhëheqësit e partive politike të Shqipërisë kanë frikë nga kjo reformë dhe nuk janë të gatshëm të bëjnë asnjë marrëveshje. Në këtë rast u bë thirrje anëtarëve individual të kuvendit që të marrin përgjegjësinë për të votuar në favor të kësaj reforme, cilët janë këta udhëheqës partish politike, që i thon popullit shqiptar se nuk mund të ketë këtë reformë. Për ambasadorin amerikan tani është koha që të rinjt t'i mësojnë diçka politikës. Ju bëj thirrje të gjithëve që t'u thoni udhëheqësve që ju keni votuar se e doni këtë reformë. Shkruajini një letër, bëni postime në median sociale, flisni me miqtë tuaj. Vota 21 korrikut do të përcaktojë drejtimin e vendit. Bëjuni me dije udhëheqësve tuaj se doni të rriteni në një vend të lirë nga gjykatësit dhe prokurorët e korruptuar. Donald Lu bën thirrje të rinjve të ngrenë zërin për t'i thënë politikës se duan një Shqipëri ku zëri i tyre të dëgjohet.